Nëse keni frikë nga fluturimet dhe nëse keni frikë nga fantazmat, ju rekomandoj që mos ta shikoni këtë video, pasi historia e fluturimit 401 është një nga historitë më të frikshme dhe më të trazuara. Në fakt, është një katastrofë e vërtet dhe pasojat e atij fluturimi dhe sot e kësaj dite vazhdojnë akoma që të jenë objekt studimi. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për të treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar me videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Gjithçka fillon një ditë krejt normale në aeroportin ndërkombëtar të Queens në New York. Është data 29 dhjetor i vitit 1972. Ora shënon 20:35 minuta e mbrëmjes dhe shumë pasagjerë po hipin në bordin e fluturimit 401. Bëhet fjalë për fluturimin e kompanisë Easter Airlines me destinacion Miami. Në total janë 176 pasagjerë, përfshirë këtu dhe 13 antar të ekipazhit dhe gjithçka po shkonte jashtëzakonisht shumë mirë. Në fakt, avioni i fluturimit 401 është një avion jashtëzakonisht gjigant. Bëhet fjalë për një model Lockheed L-1011 Tristar, një mrekulli fluturuese që mund të mbajë deri më 400 pasagjerë. Gjerësia e tij lejonte 8 vende për çdo rresht dhe si mos mjaftonte kjo, ishte i përbërë me 2 kate. Kati i parë ishte për pasagjerë dhe mund të them që ishte relativisht shumë i rehatshëm, ndërsa përsa i përket katit të dytë, kati i dytë ishte luksi i avionit dhe në fakt ishte luksi i avionit, por ishte i arritshëm vetëm nëpërmjet ekipazhit mes 2 ashensorëve, që njëri ashensor të çonte sipër dhe tjetri ashensor të çonte poshtë. Dhe në atë kat gjendeshte çdo gjë. Furr, kuzhinë, frigorifer, rafte, një sallë ngrënie, një sallë pritje. Pra mund të themi që ishte si një anije lundrimi në ajër, por me një luks të vërtet. Piloti atë ditë ishte një burr me emrin Bob Loft, 55 vjeç me mbi 30.000 orë fluturimi, pra një ekspert absolut, një njeri që rreziktonte siguri dhe profesionalizëm. Ndërsa bashkëpiloti i tij ishte Bert Scott Steele, një burr rreth 10 vjet më i ri se ai, por po aq profesionist sa ç'ishte dhe Bob. Por personeli i kabinës nuk mbaron me kaq, se përderisa ishte një avion jashtëzakonisht shumë i madh dhe kishte një pilot dhe një bashkëpilot, duhet të ishin dhe 2 antarë të tjerë të ekipazhit. Dhe në fakt ishin pikërisht Don Repo, i cili ishte 51 vjeç dhe ishte inxhinier fluturimi, dhe Angelo Donatello, 47 vjeç. Por një detaj i veçantë rreth këtij fluturimi ishte se Angelo në fakt nuk duhet të ishte fare në atë fluturim, por në fakt ai duhet të udhëtonte për në Miami, siç po bënin gjithë pasagjerët e tjerë. Dhe në këtë pikë kompania e fluturimit e lejoi që të hypte në bord. Dhe në këtë pikë kemi shumë pasagjerë, një avion jashtëzakonisht gjigant dhe 4 profesionistë që të gjithë ishin në komandë. Dhe siç u thash, diçka po shkonte mrekullisht. Nisja u bë jashtëzakonisht shumë mirë, udhëtimi po shkonte shumë mirë. Imagjinoni që udhëtimi po shkonte jashtëzakonisht shumë mirë, saqë një prej pasagjerëve po i shkruante një letër kompanisë për ta përgëzuar, për ta falendëruar për punën e mirë që kishte bërë në lidhje me avionin. Por në këtë pikë dikush nga ju mund të thotë, por nëse gjithçka ka shkuar mirë, atëherë pse ti je këtu dhe po na tregon këtë histori? Dhe në fakt kjo është e vërtetë. Ajo letër që pasagjeri po i shkruante kompanisë ajrore, në fakt nuk mbërriti kur, se pikërisht në këtë moment fillojnë problemet e vërteta. Dhe pikërisht problemet filluan në orën 23:32 minuta të mbrëmjes. Avioni tashmë në këtë pikë ndodheshte afër aeroportit të Miamit. Kapiteni Bob duhet të ulte shasit të avionit në këtë mënyrë që avioni të ulej në tokë, pra të ulej në pistë. Por në momentin kur kapiteni Bob po ulte shasin e rrotave të avionit, zëvendësi i tij, Bert, vuri re që në fakt vetëm 2 nga dritat e shasive u ndezën. Sensi është se avioni në total ka 3 shasi dhe këto 3 shasi lidhen me 3 drita jeshile që ndodhen në kabinën e pilotit. Dhe pra në momentin ku po ulen shasit e rrotave, vetëm 2 prej këtyre shasive
pra vetëm 2 prej këtyre dritave u ndezën. Besoj që nuk ka nevojë ta them, por është më se e kuptueshme që nëse këto 3 drita jeshile nuk ndizen dhe këto 3 shasi nuk zbresin poshtë, avioni mund të përplaset me pistën, sepse 2 shasit e tjera nuk mund ta mbajnë peshën e madhe të avionit, dhe po flasim për një Lockheed, sepse ishte një avion jashtëzakonisht gjigant. Siç u thash, kapiteni Bob ishte një profesionist në këtë punë, pra dhe kishte më shumë se 30.000 orë fluturimi. Dhe në fakt ai ishte i bindur që nuk ishte problem i shasisë, por ishte problem i dritës që ndodheshte në kabinën e pilotimit. Pra në një farë mënyrë ai mendonte që ishte paksa e pamundur, pasi avioni ishte një model jashtëzakonisht shumë i ri, një model jashtëzakonisht shumë i fuqishëm, ishte i kontrolluar dhe i stërkontrolluar përpara se të niseshte. Dhe në një farë mënyrë ishte e pamundur që të kishte një problem kaq serios mekanik dhe pikërisht në shasin e rrotave, pasi nëse nuk ulet shasia e rrotave, siç u thash, avioni përplaset. Kështu që kapiteni Bob vendosi që të bënte diçka, ta ngrinte përsëri shasin dhe ta ulte përsëri, për të parë që nëse defekti ishte drita apo jo. Pra, nëse shasia do zbriste dhe drita nuk do ndizeshte, ishte problemi i dritës. Por në fakt, ajo dritë e mallkuar nuk u ndes që nuk u ndes kurrë. Dhe në fakt, pa dritë ndrezur, ato nuk mund të ateronin. Kapiteni Bob e dinte shumë mirë që nuk mund të rrezikonte jetën e pasagjerëve dhe mori një vendim shumë të rëndësishëm. Ai kontaktoi aeroportin e Miamit për t'i treguar për problemin që kishte. Dhe në fakt, ato i thanë që të fluturonte në një zonë aty pranë rreth e rrotull derisa të zgjidhte problemin që kishte. Dhe në fakt, i këshilluan që të fluturonte në zonën kënaqëtare të Floridës, një vend që quheshte Everglades, dhe pikërisht të fluturonte në atë zonë që të mos pegonte avionët e tjerë që po vinin pra të ateronin në aeroportin e Miamit. Kështu që kapiteni Bob së bashku me zëvendëskapitenin vendosin që të aktivizonin pilotin automatik dhe bën që avioni të fluturonte rreth e rrotull përreth zonës kënaqëtare të Floridës derisa ai të zgjidhte problemin që kishte. Megjithatë, situata ishte shumë shqetësuese për pasagerët, pasi ishte një avion gjigant që po fluturonte me 300 km/h në një lartësi prej 600 metrash, pra ishte diçka pa sens. Por megjithatë, kapiteni Bob së bashku me Bert u përpoqën të kuptonin se cili ishte problemi i shasisë. Pra, pse ajo dritë nuk po ndizeshte, ose pse shasia kishte probleme. Dhe në fakt e rindezën 1001 herë, madje hoqën edhe panelin komplet për të parë nëse kishte ndonjë problem, por gjithçka vazhdonte po e njëjta situatë. Dhe në këtë pikë situata kishte dalë jashtë kontrollit. Të gjithë ishin të frustruar. Dhe në këtë pikë Bob, pra që ishte kapiteni, i kthehet inxhinierit të fluturimit që ishte donë dhe i thotë që të zbriste poshtë nën kabinën e pilotimit dhe të shkonte ta shikonte vetë personalisht pse ajo drejt shasie nuk po zbriste poshtë. Ndërsa Don ishte nën kabinën e fluturimit, poshtë nën tokën e Evergladesit po ndodhte diçka tjetër. Në fakt, aty ndodheshin 2 persona me një vark me ventilator, një nga këto varka që shpesh shohim nëpër filmat amerikan. Dhe ato 2 ndodheshin pikërisht aty për të gjuajtur Bretkosa, dhe me sa duket njerëzit vazhdojnë akoma e bëjnë këtë punë, nuk e di pse, por gjithsesi. Njëri prej tyre quheshte Robert dhe ishte 43 vjeç, ndërsa miku i tij në fakt, ju them të drejtën, nuk ja gjeta emrin se si ishte, por gjithsesi. Por ajo që dihet ishte që Robert dhe miku i tij ndodheshin në atë kënet, pra siç ju thash, për të gjuajtur Bretkosa, por ishte jashtëzakonisht shumë errët, ishte një errësirë totale dhe nuk mund të shiheshte asgjë. I vetmi ndriçim që kishin ato të dy ishte një dritë që ndodheshte në atë kokorin që mbanin në kokë. Pra, ndriçimi ishte jashtëzakonisht shumë i dobët. Ndërsa ishin atje, e vetmja gjë që mund dëgjonin ishin tingujt e kafshëve të cilët ishin fshehur në kënet. Por, pasi ngritën sytë nga qielli, ato pan një skenë të llatarshme, pan një dritë të fortë portokalli dhe më pas një shpërthim i tmerrshëm. Robert dhe miku i tij u tmerruan jashtëzakonisht shumë dhe po shihnin përsëri nga qielli. Por siç e pan atë dritën portokalli, ajo dritë portokalli u zhduk menjëherë dhe pas asaj një qetësi totale, një heshtje totale e frikshme. Por vetëm pak minuta përpara atij shpërthimi të tmerrshëm, brenda avionit 401 kishin ndodhur 3 gjëra të tmerrshme. E para ishte çaktivizimi i pilotit automatik. Mendohet që në momentin kur kapiteni Bob është kthyer drejt Don për t'i thënë që shko poshtë nën kabinën e pilotimit që ta shikonte vetë personalisht nëse shasia është ulur apo jo, në momentin që është kthyer nga Don, ai gabimisht ka prekur diçka me dorë, ka prekur diçka me këmbë që ka çaktivizuar pilotin automatik. Dhe në fakt,
as Bob, pra as kapiteni Bob dhe as zëvendësi i tij nuk e kishin idenë që piloti automatik ishte çaktivizuar dhe në këtë lloj mënyre nuk bën asnjë lloj manovrimi. E dyta ishte se as pasagjerët, as pilotët, as personat të tjerë të ekipazhit që ishin stuardezët dhe gjithçka tjetër nuk e kuptuan që avioni po binte. Do thoni ju pse? Si është e mundur? Sepse, siç ju thash, ishte errësirë totale, nuk mund të shiheshte asgjë, nuk kishte asnjë dritë artificiale. Imagjinoni që as hëna nuk dukeshte. Dhe në fakt, siç ju thash, avioni po fluturonte në një lartësi prej 600 metrash. Dhe në këtë pikë, avioni filloi që të bënte një zbritje graduale, pra një zbritje jashtëzakonisht shumë të lehtë që asnjëri prej tyre, pra nuk e kuptoi që avioni po binte. Gjë tjetër që nuk kuptuan dhe nuk dëgjuan ishte alarmi i sistemit të fluturimit që tregonte që avioni po binte. Në fakt, alarmi ishte ndezur, por zhurma ishte aq e dobët sa që askush nuk e dëgjoi. I vetmi person që kuptoi që avioni po binte ishte pikërisht Don, inxhinieri i fluturimit që ndodheshte poshtë nën kabinën e pilotimit. Dhe në momentin që kuptoi që avioni po binte, tashmë ishte shumë vonë. Drita portokalli tashmë kishte shpërthyer. Avioni i fluturimit 401 ishte rrëzuar nën kënetën e Floridës. Por për shkak se terreni i kënetës pra ishte i butë, avioni u përplas në një mënyrë jo shumë të dhunshme dhe gjithë flaka që ndodheshte në avion u shua menjëherë për shkak të ujit që ndodheshte në kënet. Imagjinoni pak skenën, errësirë totale, disa pika zjarr që digjeshin ende, ulërimat e njerëzve të ndërthura me qara histerike, por nuk mbaron gjithçka, sepse rreth e rrotull kishte copa trupash dhe në fakt një erë e tmerrshme që mbulonte gjithçka. Duke lundruar drejt atyre urave, kuptuan që situata ishte katastrofike, pasi kudo kishte turpa të pajet, kudo kishte njerëz të bllokuar, kishte mbeturina dhe disa prej tyre ishin gjallë. Pasi Robert dhe miku i tij ishin jashtëzakonisht të shokuar nga ajo skenë, sepse edhe pse shpërthimi ishte i tmerrshëm, disa prej personave ishin gjallë. Ishin të gjymtuar, por fatmirësisht ishin gjallë. I pari që gjetën ishte një burr i cili kishte rrobat në flak dhe në fakt ishte i bllokuar në ndenjsen e tij. Ai po shikonte jashtë drejt Robert dhe mikut të tij me sytë që i luteshin që ta ndihmonin. Në fakt, Robert dhe miku i tij zbritën menjëherë nga varka dhe shkuan drejt tij që ta tërhiqnin dhe fatmirësisht e nxorën jashtë. Por menjëherë pas atij momenti filluan të dëgjonin dhe zëra të tjerë, njerëz që kërkonin ndihmë, por në fakt ishte pamundur që të nxirrej të gjithë. Ishte pamundur që të shikojë të gjithë sepse nuk kishte asnjë lloj ndriçimi përveç atyre dritave të vogla që kishte në kokë. Dhe në fakt ishte një skenë e llatarshme, errësirë totale, balt kudo, njerëz që bërtisnin, domethënë një skenë që shkon për te imagjinatës. Megjithatë, ato nuk u dorëzuan, filluan të ndihmonin njerëzit një e nga një dhe vetëm gjysore më pas vjen roja bregdetare së bashku me helikopter dhe stafin mjekësor. Në fakt, atë natë askush nuk fjeti. Të gjithë u munduan të ndihmonin të gjithë personat që kishin mbetur gjallë dhe Robert dhe miku i tij ishin heronjtë e ditës. Por kur dielli u ngrit, tashmë nuk kishte më asnjë person për të shpëtuar. Dhe në fakt, e vetmja pyetje që ishte në kokat e të gjithëve ishte çfarë ndodhi, si ndodhi. Rezultatet ishin të tmerrshme. 99 persona kishin humbur jetën, 77 ishin të mbijetuar. Mes viktimave ishte kapiteni Bob, ishte zëvendës kapiteni, inxhinieri i fluturimit Don. I vetmi person nga ekipazhi i fluturimit që mbijetoi ishte Angelo. Pra, ironikisht, ai personi që nuk supozohet të ishte në fluturim atë ditë. Dhe fal atij do të kuptohet gjithçka se çfarë ndodhi. Në fakt, pas kërkimeve që u bën, u kuptua që shasia që supozohet të ishte e prishur, në fakt funksiononte në mënyrë perfekte. Dhe kapiteni Bob kishte pasur në fakt të drejtë. Kishte qenë pikërisht një llampë e djegur. Ishte djegur llampa jeshile që tregonte që shasia ishte ulur. Dhe imagjinoni që fal kësaj llampe të djegur ndodhi një tragjedi fatale. Imagjinoni pak që t'jeni motra, vllai, partneri ose prindi një nga atyre personave që humbën jetën në atë aksident ajror dhe të kuptoni që e gjithë tragjedia që ndodhi për fajt të një drite të vogël. Pra, një dritë e vogël nuk u ndes dhe bum, gjithçka u shua. Pas kësaj tragjedie, kompania bëri gjithçka për të dëmshpërblyer familjarët e viktimave. U ndryshuan rregullat e trajnimit për pilotët dhe u përmirësuan procedurat e sigurisë në një mënyrë që të mos ndodhte më e njëjta tragjedi.
Por në fakt, në këtë gjithë të histori, nuk ju kam treguar një gjë thelbësore. Nuk ju kam treguar se pse fluturimi 401 është kaq interesant dhe kaq i famshëm. Historia e parë ndodhi në vitin 1973. Një asistent e fluturimi, që në këtë pikë le ta quajmë Eni, ishte e caktuar që të fluturonte në fluturimin nga New Yorku drejt në Florida. Dhe në fakt, së bashku me të ishte edhe një shoqja e saj që le ta quajmë Laura. Por Laura dhe Eni në fakt nuk kishin qenë fare pjesë e fluturimit 401, por kishin dëgjuar për të si shumë e shumë persona të tjerë. Vajzat punonin për fluturimin 318, por në fakt ishte i njëjti model avioni si ai që u përplas. Pra ishte një Lockheed L1011 Tristar, por thjesht ndryshonte numri i fluturimit. Gjë interesante ishte se ky model avioni kishte pjesë nga fluturimi 401, pra jo vetëm ky, por dhe avion të tjerë. Pra, një farë mënyre, kompania ajrore vendosi që pjesët e avionit të fluturimit 401 t'i përdorte për avionët e tjerë, pra pjesët që nuk kishin dëmtuar, sepse siç e dimë gjithë, pjesët e avionëve kushtojnë një zakonisht shumë shtrenjtë. Dhe kompania ajrore e bëri këtë gjë për të kursyer para. Pra, në fluturimin 318, Laura dhe Eni po punonin normalisht. Laura në këtë pikë ndodhesh në katin e sipër, në katin e pasagjerëve dhe po merrte porositë për pasagjerët, ndërsa Eni ndodhesh te poshtë, pra në zonën e relaksit, atë në zonën e luksit, ku ishte kuzhina, frigorifere, rafte, dhoma e ndenjës dhe po bënte gati pijet e ndryshme. Në këtë pikë, Laura mbaron punë me marrjen e porosive dhe merr ashensorin për të shkuar poshtë për të takuar Enin. Dhe Eni në këtë pikë merr ashensorin tjetër dhe ngjiten lart. Pra, të dyja vajzat marrin ashensorët, por në një farë mënyre nuk takohen në asnjë pikë. Në momentin që Eni u ngjit lart, kolegët e saj i thanë që Laura ndodheshte poshtë në kuzhinë. Kështu që Eni merr përsëri ashensorin dhe zbret në kuzhinë. Dhe në momentin kur hapen dyert e ashensorit, vajza nuk sheh askënd aty dhe mendon që ndoshta Laura ndodheshte në sallën e ndenjës. Po, salla e ndenjës nuk dukeshte nga kuzhina. Kështu që Eni shkon në kuzhinë dhe fillon që të përgatisë të gjitha gjërat që kishte për pasagjerët, duke menduar që shoqja e saj, pra Laura, nga momenti në moment do të dilte nga salla e ndenjës, sepse ishte e bindur që Laura ndodheshte aty poshtë. Por në fakt, askush nuk doli nga salla e ndenjës. Atëherë, vajza mendon që ndoshta shoqja e saj Laura është fshehur diku dhe po I punon ndonjë rreng që ta kapi në befasi, ta trëmbi. Dhe në fakt, sekondat kalojnë, minutat kalojnë, por Laura nuk po dilte nga askund dhe Eni ishte e sigurt që aty poshtë ndodheshte dikush dhe nëse nuk ishte Laura, atëherë kush ishte? Plus dhe kolegët e saj I thanë që vetëm 1 minutë përpara Laura kishte zbritur poshtë me ashensor dhe domosdoshmërisht Laura duhet të ishte aty. Por në fakt Laura nuk ndodheshte aty dhe Eni në këtë pikë fillon që të ndjejë diçka të frikshme. Frika e pushton, fillon të ndjejë diçka që ishte paksa e pashpjegueshme. Ajo në këtë moment vendosi që të lëri ato që po përgatiste për pasagjerët dhe shkon në sallën e ndenjës për të kontrolluar për shoqen e saj. Dhe në fakt kontrollon të gjitha cepat e dhomës, por asgjë, askush nuk ishte aty. Por Eni vetë e ndjente që dikush ndodheshte në atë dhomë, por nuk e kuptonte se çfarë ishte. Në atë pikë mbështetet me shpatulla mas murit dhe fillon që të zvarritet avash avash deri tek dera e ashensorit. Dhe menjëherë kthehet për të parë nëse dikush po e ndiqte apo jo. Më në fund dyert e ashensorit hapen dhe ajo ngjitet lart. Dhe sa po del nga ashensori përplaset me kolegen tjetër që le ta quajmë Margot. Margot shikon Enin e cila është e zbet, e cila dridhet dhe e ka pushtuar frika. Dhe Margot I thot, eja me mua dhe të shkojmë së bashku në zonën e ashensorëve dhe të kërkojmë Laurën. Dhe në momentin kur hapin ashensorin tjetër, brenda në ashensor ishte Laura dhe ndodheshte në të njëjtën gjendje siç ndodheshte Eni. Ishte e panikosur nga frika, e zbet dhe po dridheshte e tëra. Pra e gjitha kjo ishte vetëm një rastësi dhe në fakt ishte diçka që
Të dyja nuk mund ta shpjegoni se çfarë kishte ndodhur, por ishte e sigurt që të dyja kishin përjetuar të njëjtin gjë. Vetëm një muaj pas kësaj ngjarje të çuditshme ndodh diçka tjetër dhe përsëri në fluturimin 318. Në fakt, avioni ishte në aeroportin e New Yorkut dhe ishte pikërisht momenti që pasagjerët po hypnin në bord. Dhe një nga styardesat fillon që të numëroj pasagjerët për të kuptuar se sa pasagjerë ishin në total dhe vuri re që në fakt numri i pasagjerëve ishte shumë më i lartë. Atëherë, një kolege tjetër që ishte motra e kësaj styardeze bën një numërim të ri dhe në momentin kur futet në klasin e parë të avionit, pra në klasin le të themi business class, vën re një person i cili ishte le të themi paksa i çuditshëm. Bëhej fjalë për një burr të veshur si kapiten, i zhytur plotësisht në mendimet e tija, me shikimin e ngulur në një pikë përpara, i ngurtë, i palëvizshëm dhe pa asnjë shenjë reagimi. Motra e kësaj styardeze sapo pa uniformën e këtij personi vuri re menjëherë që nuk bëhej fjalë për një pasagjer dosido, sepse në një farë mënyre në atë kohë disa pilot udhtonin në fluturimet e kolegëve të tyre për të arritur në aeroporte të tjera ku kishin detyra dhe stafi i bordit nuk njoftohej gjithmonë paraprakisht për këtë gjë. Kështu që vajza sapo pa burri mendoi menjëherë që ndoshta ishte një pilot avioni që duhet të shkonte drejt Miamit për të marrë një fluturim tjetër. Pra një farë mënyre këtë avion po e shfrytëzonte le të themi si autostop. Dhe sapo mbaroi numërimin, u afrua tek ky person dhe filloi që ta pyeste, pra ti kërkonte informacione nëse ishte pilot, nëse jo, apo nëse po gënjente, apo diçka tjetër. Dhe në fakt, nga ky person, pra nga ky kapiten që ndodheshte i ulur aty, nuk erdhi as edhe një përgjigje. Dhe në fakt shumë persona që ndodheshin në klasin e parë, pra në business class, e kuptuan që styardeza po fliste me këtë person, pra po i kërkonte informacione, por ky kapiten i heshtur, le ta quajmë kështu, nuk po reagonte fare. Dhe në këtë pikë thirrën kapitenin e fluturimit 318, që ndoshta kapiteni i fluturimit do ta njifte personin dhe ndoshta do ta bënte të fliste. Kështu që kapiteni i fluturimit 318 ngrihet dhe shkon në klasin e parë. Dhe në momentin e parë i afrohet këtij personi dhe fillon që ta shikojë nga afër. Dhe rreth kapitenit janë dhe 6 persona të tjerë që po shohin me kurreshi të gjithë skenën. Kapiteni afrohet dhe fillon që ta shikojë me vëmendje këtë person dhe një moment hap syt i habitur dhe thot: "Po ky është Bob." Ishte pikërisht Bob Loft, kapiteni i fluturimit 401. Dhe në fakt kapiteni i fluturimit 318 e njihte shumë mirë Bobin sepse kishin qenë shok jashtëzakonisht shumë të ngushtë përpara tragjedisë. Dhe në momentin kur kapiteni i fluturimit 318 tha emrin e tij, ai u zhduk në mes të hiqit. Dhe të 6 pasagjerët me 2 styardeza dhe kapitenin pan dikë që të zhdukeshte përpara syve të tyre. Pra, ishte jashtëzakonisht e pabesueshme. Si një person u zhduk nga hiçi, domethënë siç ishte, thjesht u zhduk, u bë tym. Siguria e aeroportit u njoftua menjëherë dhe u bën shumë kontrolle, por ky person nuk u gjet kurrë. Kështu që fluturimi pas shumë vonesave që u bë, fatmirësisht mbërriti në destinacionin e tij shëndosh e mirë. Por në vitet që pasuan, të gjithë avionët që kishin pjesë origjinale të fluturimit 401 raportuan ngjarje paranormale. Tinguj, imazhe, prani, le të themi disa prej tyre thanë që kishin parë inxhinierin Don, disa prej tyre thanë që kishin parë përsëri kapitenin Bob që të shfaqej dhe të zhdukeshe. Dhe në fakt kjo gjë është e pabesueshme, por gjë më e pabesueshme është fakti se në momentin kur kompania ajrore hoqi nga përdorimi të gjithë avionet që mbanin pjesë origjinale të fluturimit 401, këto gjëra paranormale siç u shfaqen ashtu dhe u zhdukën. Pra asgjë nuk ndodhi më. Sidoqoftë miqtë mi, kjo ishte historia e sotme. Faleminderit që qëndruat me mua deri në këtë pikë. Unë ju përshëndes, më shkruani poshtë në komente si gjithmonë mendimin tuaj dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.